anë të besimit, unë mund t'i rezistoj të ndimit. Me anë të besimit, unë marr forcën që më nevojitet. Me anë të besimit, unë mund të mposht mëkatin. Me anë të besimit, unë nuk kam frikë. Me anë të besimit, unë mund të jem fitimtar. Në të vërtet, po ju them, nëse ju keni besim sa një kokër e vogël si napi dhe do t'i thoshnit këtij mali, zhvendosu nga këtu atje. Ai do të zhvendoset dhe asgjë nuk do të jetë e pamundshme për ju. Përshëndetje, unë jam David Jeremia dhe mirë se vini në Moment Vendimtar. Do të doja ta filloja programin e sotëm me një pyetje për ju mbi besimin. Cila është gjëja më e vështirë në lidhje me besimin? Nëse flasim teologjikisht është të besuarit, kur nuk mund të shohësh, por nëse flasim praktikisht, gjëja më e vështirë në lidhje me besimin është pritja. Perëndia na ka bërë premtime në fjalën e tij dhe përsëri ka shpesh një hendek kohor midis kohës së premtimit dhe kohës së përmbushjes së tij. Kjo do të thotë se ne duhet kemi besim ndërsa presim. Sot në Moment Vendimtar, mesazhi im titullohet Të presësh për premtimin e Perëndisë. Është historia e një gruaje që priti shumë vite që premtimi i Perëndisë të përmbushej. Kjo seri mesazhesh nga Hebrejve 11 titullohet Njerëz të zakonshëm, besimi i jashtëzakonshëm. Dhe gruaja e Abrahamit, Sara, është një shembull i mirë i domethënies së pritjes me besnikëri në Perëndim. Do t'ju shpjegoj se si u provua besimi i Sarës dhe se si u shpërblye ai. Sot, pikërisht këtu, në Moment Vendimtar. Nëse keni lexuar Biblën, e dini se ka shumë histori në Bibël për gra që donin të kishin fëmijë, por nuk mundeshin. Mund të bëja një listë dhe juve do t'ju kujtoheshin historitë e tyre. Por ndoshta një nga historitë më të njohura për një grua të tillë është gruaja Sarai. Historia e së cilës është treguar në librin e Zanafillës dhe përmendet edhe në librin e Hebrejve. Dhe ja se çfarë ka për të thënë shkrimtari i librit të Hebrejve për gruan e Abrahamit. Me anë të besimit, edhe vetë, Sara, ndonse e kishte kaluar moshën, mori fuqi të bëhet me barë dhe të lindë sepse e konsideroi besnik atë që i kishte bërë premtimin. Prandaj edhe prej një të vetmi, edhe ky gati për të vdekur, lindën pasardhës të shumtë sa yjet e qiellit dhe si rëra, që është në breg të detit dhe që nuk numërohet dot. Tani si shumë të tjerë që kemi studiuar që kur filluam kapitullin e 11 të Hebrejve që kemi quajtur holli i besimit, lexojmë edhe historinë e jetës së Sarës dhe vrasim mendjen se si ka hyrë ajo në hollin e besimit. Po them, jeta e saj është e mbushur me dështime dhe dekurajime dhe shumë gjëra. Një autore ka përshkruar atë si gruaja e patriarkut të madh dhe ne e mendojmë atë me një shkallë dinjiteti. Ne tentojmë ta vëmë atë në një vend të cilit ajo nuk i përket. Por duke lexuar regjistrimin biblik të jetës së saj, është e pamundur të mos vëmë re se ndonjëherë ajo është sjell shumë keq. Po ju them se ajo inatosej dhe zemrohej. Ajo dinte si të manipulonte. Madje ajo njihej edhe si e lig. Mund të ishte paduruar, kapriçoze, ileqare, grindavece, tekanjoze, xheloze, e paarsyeshme, e paparashikueshme, qaramane dhe ankuese. Në fakt, ka të dhëna në Bibël se Sara mund të ketë qenë një lloj bukurosheje e përkëdhelur. Emri që ju vua asaj kur ajo lindi, Sarai, do të thotë princesha ime. Dhe shkrimi na thekson vazhdimisht se sa tërheqëse dhe mahnitse ishte kjo grua. Kudo ku ajo shkonte, menjëherë fitonte favor dhe privilegje për shkak të bukurisë së saj. Dhe një gjë e tillë mund të llahstonte edhe gruan më të mirë, me qira fjala, regjistrimi biblik për jetën e Sarës nuk fillon derisa ajo është 65 vjeç. Është e mahnitshme që edhe në atë moshë, bukuria e saj fizike ishte aq e mahnitshme sa që Abrahami mendonte se burrat të tjerë me pushtet e dëshironin gruan e tij dhe në disa raste ai bëri kompromis me integritetin e tij.
nga frika se ata mund ta merrnin gruan e tij dhe se ai mund të vritej. Me qëllim që të kuptojmë referencën për Sarën në librin e Hebrejve, duhet të kthehemi pas dhe të shohim historinë e saj. Do të përpiqem ta bëj këtë, edhe pse nuk mund ta bëj plotësisht në kohën që kam në dispozicion, por po bëj një rishikim të jetës së saj. Le të fillojmë me dështimin e besimit të saj. Padurimi i Sarës është gjëja e parë që vëmë re tek Zanafilla kapitulli 16. Por Sarai, gruaja e Abramit, nuk i kishte dhënë asnjë fëmijë, ajo kishte një shërbyese egjiptase që quhej Agar. Kështu Sarai i tha Abramit: "Ja, Zoti më ka ndaluar të kem fëmijë. O futu tek shërbyesja ime, ndofta mund të kem fëmijë prej saj." Dhe Abrami dëgjoi zërin e Sarajit. Kështu pra Sarai, gruaja e Abramit, masi ky i fundit kishte banuar 10 vjet në vendin e Kanaanëve, mori shërbyesin e saj Agarin, egjiptase, dhe ja dha për grua burrit të saj Abramit. Dhe ai u fut tek Agari, që mbeti me barr, por kur u bind se kishte mbetur me barr, ajo e shikoi me përbuzje zonjën e saj. Tani Sara ishte 65 dhe Abrahami 75 kur Perëndia u tha atyre se ai do të bënte një komb të madh prej tyre, po le të kthehemi te kapitulli 12 i Zanafillës. Do të dëgjoni premtimin që Perëndia u bën atyre se nga Abrahami dhe Sara do të vinin një numër i madh njerëzish dhe një komb i madh do të lindte prej tyre. Dhe pasi Perëndia bëri këtë premtim, 10 vite kaluan, por ende nuk kishin fëmijë. Dhe Abrahami ishte 85 vjeç dhe Sara ishte 75. Dhe kështu Abrahami më në fund pajtohet me planin e ndyrë që Sara sajoi që përfshinte Agarin, dhe në moshën 86 vjeç Abrahami bëhet babai i Ismaelit dhe Ismaeli bëhet biri i tij. Dhe Zanafilla 16 thot: "Kështu Agari i lindi një djalë Abramit, dhe Abrami i vuri djalit që Agari i kishte lindur emrin Ismael. Abrami ishte 86 vjeç kur Agari i lindi Ismaelin për Abramin." Pas lindjes së Ismaelit në Testamentin e Vjetër, kalojnë edhe 13 vite ku ju nuk lexoni asgjë për Abramin dhe Sarain, historia sikur kalon në heshtje. Ismaeli kishte lindur 11 vite pas premtimit të Perëndisë, dhe ndërsa shohim përpara, zbulojmë më vonë se Isaku kishte lindur 24 vite pas premtimit fillestar të Perëndisë. Dhe një shkrimtar bën vëzhgimin e mëposhtëm: ajo që thërret më fort këtu në historinë e Abramit dhe Sarës është se nuk ka asnjë personazh të ndershëm në këtë trup. Të gjithë ishin të neveritshëm. Abrami ishte më i keq, ishte i dobët, pasiv, i pafuqishëm, mos kokçarës ndaj gruas së tij dhe Agarit. Asnjë nga gratë nuk kishte dëmshuri për tjetrën. Sara ishte e keqe, por nëse Agari do të kishte një mundësi, ajo do të kishte qenë po aq e keqe sa ajo. Kujtoni se e gjithë kjo rrëmuj filloi kur njerëzit e besimit filluan të mos besonin fjalën e Perëndisë. Ajo mori formë kur ata vendosën se Perëndisi duhej ndihmë për të përmbushur premtimet e tij, dhe ajo filloi kur Abrami dhe Sara i ranë shkurt për të patur atë që dinin se Perëndia u kishte premtuar se do t'u jepte. Dhe ne të gjithë ulemi këtu dhe buzëqeshim për atë ngjarje historike. Por ne e dim se sa e vështirë është që ne të presim. Sa nga ju do të thoshit bashkë me mua: pritja nuk është gjëja ime e preferuar. E kam treguar këtë histori, por më kujtohet kur u zhvendosa këtu në 81-shin. Ne erdhëm nga një komunitet i vogël ku njerëzit nuk prisnin për ndonjë gjë. Thjesht shkonit dhe merrnit atë që donit, shkonin në bankë dhe nuk ishte radhë. Unë erdha këtu dhe provova pritjen, dhe së pari duhet prisnin radhë në dyqanin e ushqimeve, duhet prisnin radhë në farmaci, duhet prisnin radhë në karburant, duhet të prisnin radhë edhe kur shkonin në bankë. Mbi të gjitha duhet prisnin në radhë kur shkonin në restorant. Prisnin në radhë që të hyni, pastaj prisnin në radhë për një vend, pastaj prisnin që të merrni menyn, dhe pastaj prisnin që dikush të marrë porosin. Pastaj prisnin që ushqimi të vi, pastaj prisnin menyn e ëmbëlsirave, pastaj prisnin ëmbëlsirën, pastaj prisnin faturën. Pastaj prisnin që t'ju sjellin kusurin, dhe më vjen çudi që kamarierin që është përgjegjës për këtë e quajt pritës. Kjo nuk ka asnjë kuptim. Ne jemi pritësit. Gjithmonë kemi pritur, gjithmonë do të presim. Sara nuk donte të priste, ajo ishte e paduruar. Ajo e mori situatën në dorën e saj. Vini re së dyti jo vetëm padurimin e saj, por edhe mosbindjen e saj. Vargu i 5 i kapitullit 16 në librin e Zanafillës, atëherë Sarai tha Abramit: "Përgjegjësia për fyrjen që më bë le të bjerë mbi ty."
Kam qenë unë që të hodha në krahët e shërbyese sime, por që kur mori vesh që është me barë, ajo më shikon me përbuzje. Zoti le të jetë gjykatës midis meje dhe teje. Nuk e di nëse e kuptua se çfarë po thot ky pasazh, por miq më dëgjoni. Sara fajsoi për gjithçka burrin e saj. Deri diku, edhe pse ishte ajo që e kishte sajuar atë plan, ajo e gjeti një mënyrë për t'ia hedhur fajin atij. Po them, është e vështirë që të gjesh logjik në fjalët e saj. Dikush duhet të fajsojë, kështu që ajo drejtoi gishtin mbi burrin e saj. Logjika e saj është si një letër, të cilën e lexova pak kohë më parë. Kjo është mënyra se si gjithë ky proces funksionon ndonjëherë. Ne mendojmë, i dashur John, shpresoj të mos jesh i zemëruar. Dua të shpjegoj se po bëja shaka kur thash se nuk e kisha seriozisht se do të rimerja në konsiderat vendimin tim për të mos ndryshuar mendje. Çfarë është kjo? Por edhe Abrahami nuk mund të mos fajsohet. Në fundit ai ishte patriarku. Ai ishte kreu i shtëpisë. Perëndia i kishte folur atij. Gjithçka që duhet thoshte ishte jo Sara, kjo është ide e çmendur. Por ai nuk e tha. Ai nuk duhej ta kishte lejuar kurrë atë situatë. Në kulturën tonë, në vitet e fundit, unë kam vënë re, nuk e di nëse keni vënë re edhe ju, se ne kemi ngritur lojën e fajsimit në një nivel më të lartë. Po them, për sa kohë do të fajsojmë për të gjitha problemet në këtë kom George Bushin? I gjori ai, do t'jetë në azilin e pleqve dhe ne përsëri do themi se ai është problemi. Ai nuk është problemi. E dini kishim një këngë kur unë isha fëmijë që e këndonim në kish, ajo thotë kështu: nuk është predikuesi dhe as djaku, por jam unë o Zot që vërtet kam nevojë për lutje. Ne duhet ta ringjallim atë këngë, sepse e gjithë kjo loja e fajsimit ka dalë jashtë kontrollit. Lexova historinë e një drejtori kompanie që kishte filluar punë të re dhe drejtori që po largohej i tha atij, ndonjëherë bir, ti do të bësh zgjedhjet e gabuara, do t'i bësh, do ta prishësh punën. Dhe kur kjo të ndodh, un kam përgatitur 3 zarfa për ty. I kam lënë në sirtarin e parë të tryezës sime ku ti do t'ulesh tani. Herën e parë që ti do ta katranosësh, hap letrën numër 1. Herën e dytë, hap letrën numër 2 dhe kur ta katranosësh për herën e tretë, hap letrën numër 3. Gjatë muajve të parë gjithçka shkoi mirë. Pastaj drejtori i ri bëri gabimin e tij të parë. Ai shkoi tek sirtari, hapi zarfin me numrin 1 dhe mesazhi ishte ky: më fajso mua. Dhe kështu veproi. Ky është faji i drejtorit vjetër. Ai bëri këto gabime. Unë i trashëgova këto probleme nga paraardhësi im. Të gjithë thanë, në rregull, edhe kjo funksionoi. Bukur ai kthehet punës, edhe punoi edhe pak më gjatë dhe pa pritur ai bëri gabimin e dytë. Kështu ai shkoi te sirtari dhe hapi zarfin me numrin 2. Dhe këtë herë ai lexon: fajso bordin për këtë. Dhe ai këtë bën. Po them se është faji bordit, këtë e kam trashëguar pikërisht prej bordit. Ata vinë nga një regjim i vjetër, ata janë problemi. Dhe të gjithë thanë, po, kjo ka kuptim. Dhe gjërat vazhduan për pak kohë në rregull dhe pastaj ai bëri gabimin e tretë të madh, shkoi tek sirtari dhe hapi zarfin me numrin 3 dhe mesazhi thoshte: përgatit 3 zarfat e tu. Në fund do të mrrinte këtu, apo jo? Ju nuk mund të vazhdoni të fajsoni njerëzit gjatë gjithë jetës suaj. Dhe Sara ishte gati të fajsonte burrin e saj. Dhe unë e imagjinoj se si ai fajsoi Sarën edhe se si së bashku fajsuan njëri tjetrin. Ne shohim padurimin e saj, shohim mosbindjen e saj, shohim intolerancën e saj dhe pabesinë e saj. Vini re tek Zanafilla kapitulli 17. Kur Abrami ishte 99 dhe Sara ishte 89, Zoti përsëri i foli Abramit dhe siguroi se ai do t'u jepte një djalë, dhe këtë herë ai e bëri shumë të qartë se ky djalë do të lindte nga gruaja e tij Sara dhe jo nga një nën tjetër. Zanafilla 17:1 dhe 15 deri në 19, kur Abrami u bë 99 vjeç. Pastaj Perëndia i tha Abrahamit: përsa i përket Sarajt, gruas sate, mos e quaj më Saraj, por emri i saj do të jetë Sara. Dhe unë do ta bekoj dhe do të bëj që ajo të t'jap edhe një birë. Po, unë do ta bekoj dhe prej saj do të lindin kombe, mbretër popujsh do të lindin prej saj. Atëherë Abrahami ushtri me fytyrën ndaj tokës dhe qeshi. Dhe tha në zemrën e tij: do të lind vallë një fëmijë nga një njeri 100 vjeçar dhe do të lind Sara, që është 99 vjeç. Pastaj Abrahami i tha Perëndis: vaj me det që Ismaelit të mund të jetojë para teje. Me fjalë të tjera, Zot, kjo nuk ka për të ndodhur, le të jetë Ismaeli, unë po të lë. Mund ta deklarosh Ismaelin si përgjigjen e premtimit tënd. Nuk ka problem për mua. Dhe ai tha: Zot, le të qëndrojë Ismaeli. Por Perëndia u përgjigj: jo. Por Sara, gruaja jote, do të lindë një birë
Dhe ti do ta quash Isak dhe unë do të caktoj beslidhjen time me të, një beslidhje të përjetshme me pasardhësit e tij. Dhe pak më vonë, sipas kësaj historie, Abrahami ishte jashtë dhe Bibla thotë se ai ishte nën listat e Mamreut. Dhe Zoti ju shfaq atij. Dhe Zanafilla 18 thotë se Zoti i tha Abrahamit, do të kthej me siguri vitin e ardhshëm te ti në po të njëjtën kohë dhe ja Sara gruaja jote do të ketë një djalë. Parantez, dhe Sara ishte duke dëgjuar në hyrje të çadrës që ishte prapa tij. Por Abrahami dhe Sara ishin pleq në moshë të kaluar dhe Sara nuk i kishte më të përmuajshme të grave. Prandaj Sara qeshi me veten e saj duke thënë, plak si jam, a do të kem unë gëzime të tilla meqense edhe vetë Zoti im është plak? Dhe Zoti i tha Abrahamit, pse qeshi vallë Sara duke thënë, a do të lind unë për një mend plak siç jam? A ka vallë diçka që është shumë e vështirë për Zotin? Në kohën e caktuar, brenda një viti, do të kthehem te ti dhe Sara do të ketë një bir. Atëherë Sara mohoi duke thënë, unë nuk qesha, sepse pati frikë. Por ai i tha, përkundrazi, ke qeshur. Tani, imagjinojeni këtë me mua për një çast. Abrahami është jashtë dhe pastaj hyn brenda. Dhe Sara i thotë atij, Abraham, ku ke qenë kështu? Dhe ai i thotë, kam qenë jashtë për devocionin e mëngjesit. Dhe Sara i thot, dhe si shkoi? Abrahami i thot, shkoi shumë mirë. Në fakt pata një bashkëbisedim me Perëndin dhe ai më tha diçka të mahnitshme. Ajo i tha, çfarë të tha? Dhe ai i gëzuar sa ç'mund të jetë një burr tha, zemër ti do të lindësh një fëmijë. Dhe do doja ta kisha dëgjuar atë që Sara i tha. Në një shkallë nga 1 në 10, besimi i Sarës në atë moment mund të kishte qenë tek 0-ja. Por ja ku është tani me të gjitha dështimet e saj dhe është e gdhendur në hollin e besimit. Çpamje e mahnitshme e hirit dhe durimit Perëndis është kjo. Perëndia është më i madh se mkati ynë. Ai është edhe më i madh se dyshimet tona. Dhe a nuk është një gjë e mirë që nëse jemi të pabes, ai mbetet besnik, sepse ai nuk mund të mohojë vetveten, 2 Timoteu 2:13. Dhe edhe pse Sara dhe Abrahami u lëkundën në disa raste herët në besimin e tyre, ata arritën në një përfundim të vendosur se Perëndia ishte i vërtetë dhe premtimet e tij ishin të besueshme. Dhe Perëndia vazhdoi të ishte besnik ndaj tyre, edhe kur ata nuk vepruan me besnikëri ndaj Perëndis. Kështu siç mund ta shihni, Sara është një lloj kandidate interesante për hollin e besimit. Por le t'i hedhim një vështrim tjetër tani, le të shohim përmbushjen e besimit të Sarës. Ne kemi parë dështimin e tij. Në ndritën e historive që sapo lexuam, sa të habitur jemi ne kur mbërrim tek Testamenti i Ri dhe lexojmë këto fjalë nga Hebrejt 11 dhe 12. Me anë të besimit, edhe vetë Sara, ndonse kishte kaluar moshën, mori fuqi, të bëhet me barë dhe të lindë, sepse e konsideroi besnik atë që i kishte bërë premtimin. Prandaj prej një të vetmi, edhe ky gati për të vdekur, lindën pasardhës të shumtë sa yjet e qiellit dhe si rëra, që është në breg të detit dhe që nuk numërohet dot. Dhe autori i Hebrejve nuk është i vetmi nga shkrimtarët e Testamentit të Ri që e lavdëron Sarën. Në fakt, Pietri na shkruan për të, dhe kur ai mëson për perëndishmërinë, në një nga letrat e tij ai na thot kështu: njeriu i fshehur i zemrës, me pastërtinë që nuk prishet e një shpirti të butë dhe të qetë, që ka vlerë të madhe për Perëndin. Ai shkruan tek 1 Pietri 3, sepse kështu stoliseshin dikur gratë e shenjta që shpresonin në Perëndin, duke ju nënshtruar burrave të tyre, ashtu si Sara që i bindej Abrahamit duke e quajtur Zot. Bija të saj jeni ju, në qoftë se bëni mirë, dhe nuk trembeni nga ndonjë frikë. Dhe Biblia thot kështu tek Zanafilla kapitulli 21, Zoti vizitoi Sarën, siç i kishte thënë. Zoti i bëri Sarës ato që i kishte premtuar, dhe Sara u ngjiz dhe lindi një djalë me Abrahamin në pleqërinë e tij në kohën e caktuar që Perëndia i kishte thënë. Ktheuni pas dhe lexojeni këtë varg me mua, në fakt shiheni këtu në ekran dhe vini re se sa i mrekullueshëm është ky pasazh. Dhe Zoti vizitoi Sarën, siç i kishte thënë. Dhe Zoti i bëri Sarës ato që i kishte premtuar. Dhe Sara u ngjiz dhe lindi një djalë me Abrahamin në pleqërinë e tij, në kohën e caktuar që Perëndia i kishte thënë. 3 herë në këtë varg ne na kujtohet se ajo që i ndodhi Sarës ishte për shkak të fjalës së Perëndis, për shkak të asaj që Perëndia tha. Skena që u krijua kur Isaku lindi, Perëndi, duhet këtë qenë shumë e gëzueshme. Çpamje e mrekullueshme dhe çmendim i lavdishëm, ja ku është premtimi i Perëndis, më në fund i përmbushur.
pas gjithë këtyre vitesh pritjeje. Kur fëmia lindi, atë e quajtën Isak. E dini ç'do thot Isak? Do thot e qeshur. Ky është kuptimi i emrit. Është një lloj fjale interesante apo jo për një baba 100 vjeçar dhe për një nën 90 vjeçare. Ata kanë një fëmijë dhe e quajtën e qeshura. Wow! Dhe këtu ju shihni Sarën dhe besimin e saj dhe shihni se si e ka mundur pamundsinë. Hebrejve 11 thot Sara e kishte kaluar moshën dhe ai i bër tashmë si i vdekur. E pamundur, por jo me Perëndin, sepse Luka thot gjëra të pamundshme për njerëzit janë të mundshme për Perëndin. Ai është Perëndi. Po them, ai e krijoi Abrahamin dhe Sarën në fundit. Besimi i Sarës e mundi probabilitetin. Romakëve e thot në këtë mënyrë. Dhe duke mos qenë as pak i dobët në besim, nuk i kushtoi kujdes trupit të tij, i bërë tashmë si i vdekur, as barku të vdekur të Sarës. Madje as nuk dyshoi nga mosbesimi në lidhje me premtimin e Perëndis, por u përforcua në besim duke i dhënë lavdi Perëndis. Për 25 vjet, Abrahami dhe Sara, pavarësisht momenteve të tyre të dështimit, besuan Perëndin dhe ata nuk kishin asnjë provë për të vërtetuar se ajo gjë do të ndodhte. Besimi i tyre ishte i qëndrueshëm dhe ata nuk u bën të dobët në besim dhe nuk u qëndor nga ajo që Perëndia u premtoi. Sara kishte momentet e saj, siç ne kemi mësuar, sa herë që ajo kishte një ditëlindje dhe kujtonte se ishte një vit më e vjetër, aq më i pamunduri duke e saj ky premtim i Perëndis. Por Hebrejve 11:11 thot me anë të besimit edhe vetë Sara mori fuqi të bëhet me barë dhe të lindë një fëmijë. Ajo e mundi pamundsinë, probabilitetin, dhe ajo mundi gjithashtu pamjaftueshmërinë. A e dini se që nga koha kur na prezantohet Sara në fjalën e Perëndis, pothuajse vazhdimisht sa herë që ajo përmendet, e gjithë çështja që ajo nuk kishte fëmijë është në histori. Në fakt, ajo është përmendur për herë të parë tek Zanafilla 11:29, po ju lexoj Zanafilla 11:30. Por Sarai ishte shterp, nuk kishte fëmijë. Ju thoni, pse duhet jetë kjo një gjë kaq e madhe? Përse duhet jetë gjë e parë që thuhet për dikë? Sepse në Testamentin e Vjetër kjo ishte një gjë e madhe. Po të mos kishit fëmijë në Testamentin e Vjetër, do të shiheshit si të mallkuar nga Zoti. Sikur Zoti nuk ju kishte bekuar me një fëmijë, prandaj nuk mund të ishit në hirin e Perëndis. Dhe një arsye pse e shohim kaq shumë ankth në historinë e shterpsisë, sidomos në Testamentin e Vjetër, ka lidhje me këtë. Sikur Perëndia s'u ka buzëqeshur atyre. Në kulturën tonë sot ne nuk e ndjejmë këtë, ne nuk e besojmë këtë. Ne besojmë se fëmijët janë një bekim nga Perëndia, por nuk kemi ndonjë stigmë kundër atyre që s'kan fëmijë dhe të themi diçka nuk shkon me besimin tënd. Kjo s'ka ndodhur, jo në kulturën tonë, jo në kohën tonë, por në Testamentin e Vjetër kështu ishte. Kjo shpjegon pse Abrahami u martua me Sarën dhe kur ajo nuk mundi t'i jepte atij fëmijë, ajo vërtet, po them vërtet, ishte e acaruar, ajo ishte shumë e zhgënjur, e lënduar, ndjeje e pamjaftueshme dhe e parë për me syve të besimit. Tani ne e shohim atë në anën tjetër të premtimit të Perëndis dhe jo vetëm që është nëna e Isakut, por edhe përmes Isakut ajo është nëna e të gjithë atyre që besojnë dhe brezit të fundit nga i cili Zoti dhe shpëtimtari ynë Jezus Krisht erdhi. Besimi i Sarës e mundi mos përputhjen, tashmë e kemi mësuar këtë. Ne kemi mësuar për lëkundjen, sa nga ju e kuptojnë se çdo thotë të lëkundesh në besim. Kemi ndonjë të lëkundur këtu? Unë vetë jam lëkundur, lëkundem ndonjëherë. E di atë që Perëndia ka thënë, e besoj atë që Perëndia ka thënë, por ndonjëherë, nëse nuk tregoj kujdes, sa nga ju e dinë se lëkundja vjen si produkt i lodhjes. E keni vënë re këtë? Dikush ka thënë se trupi dhe shpirti jetojnë kaq pranë, saqë marrin sëmundjet e njëri tjetrit. E vërtet. Kur ju jeni të lodhur, ndonjëherë është e vështirë të besoni Perëndin, ndonjëherë besimi yt lëkundet. Por Bibla thot se Sara dhe Abrahami e mbajtën besimin e tyre të fortë. Dhe besimi i Sarës e mundi pa besimin e saj. Edhe njëherë është interesante, kur vini pranë pasazhin nga Hebrejve dhe pasazhin nga Romakëve, shihni Abrahamin dhe Sarën së bashku. Romakëve thot Abrahami plotësisht i bindur se atë që ai i kishte premtuar ishte dhe i fuqishëm ta bënte. Hebrejve thot Sara e konsideroi besnik atë që i kishte bërë premtimin. Ajo që ndodhi në regjistrimin e besimit të Sarës dhe në regjistrimin e besimit të Abrahamit ishte një mrekulli e mahnitshme nga ana e Perëndis. Dikush në ka mësuar dikur dhe unë besoj se është mësim i vërtet, se përveç vuajtjeve, ne mësojmë më shumë si të krishterë për ecjen me Perëndin përmes pritjes, sesa përmes çdo gjëje tjetër. A nuk është e vërtet?
Kur Perëndia na jep neve një premtim dhe ne duhet të presim. Dhe duhet të luftojmë me anën tonë njerëzore dhe dobësinë tonë. Dhe jemi duke besuar Perëndin dhe e dim se Perëndia ka premtuar, por ende nuk e kemi parë atë gjë. Ne rritemi në besimin tonë, mësojmë t'i besojmë Perëndis, mësojmë se mund ta shohim Jezusin në errësirë. Charles Spurgeon, predikuesi i madh nga Britania, dikur tha: "Unë e kam lexuar Biblën shumë herë brenda një viti, por kur nuk kam ndeshur me ndonjë premtim të pambajtur." Perëndia kur nuk i thyen premtimet e tij. Kështu, ajo që mësojmë nga historia e Sarës është se ne jetojmë shumë nga ditët tona si të krishterë në një kohë pritjeje që premtimi të realizohet. Bibla thotë: "Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa, për ndryshe do t'ju thoja, unë po shkoj t'ju përgatis një vend dhe kur të shkoja t'ju përgatis vendin do të kthem dhe t'ju marr pranë meje." Ky është një premtim. Por ky premtim është bërë shumë kohë më parë, shumë më shumë se 24 vite. Dhe nuk është përmbushur ende. Por unë besoj se do të përmbushet. Dhe në momentet e mia kur mund të lëkundem pak për këtë, forcohem në besimin tim duke lexuar fjalën e Perëndis dhe duke lexuar premtimet e Perëndis. Dhe unë kujtoj se në të gjitha regjistrimet e veprave të Perëndis me krijesat e tij, ai nuk e ka thyer kurrë ndonjë nga premtimet e tij. Dhe nuk do të lejoj që unë të jem i pari që e provon. Një ditë, qielli do të hapet plotësisht dhe Jezusi do të kthehet dhe ata që e kanë vënë besimin e tyre tek ai do të rrëmbehen së bashku dhe do të jenë në një re me të. Dhe Bibla thotë, kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. Dhe unë kam bërë rezervimin tim, sepse unë besoj tek premtimi. Ju thoni, si e beson ti premtimin se Jezusi do të kthehet? Si e beson ti këtë? Përkushtojani veten atij dhe besoni Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj dhe bëuni të krishterë. Mos më thoni se besoni nëse se keni pranuar atë. Ju mund të besoni se është e vërtet, por nëse nuk e besoni atë personalisht për veten tuaj, ju nuk besoni. Besimi nuk është një njohuri koke për ndonjë të vërtet. Besimi është përkushtim ndaj asaj të vërtete për jetën tuaj, duke e bazuar përjetësinë tuaj mbi faktin se është e vërtet. Dhe nëse se keni bërë kurrë këtë, është një kohë e mirë për të thënë, dini, unë më në fund e kuptova këtë. Unë e besoj premtimin e Perëndis. Unë e besoj atë që ai bëri në kryq përmes Jezus Krishtit. Dhe unë besoj për vete se tani është koha e dur ta vë besimin tim në të. Faleminderit që na ndoqët në mesazhin e sotëm në moment vendimtar. Shpresoj që t'jeni inkurajuar nga fjala e Perëndis dhe të keni zbuluar edhe më shumë se çdo të thotë të kesh një marrëdhënie me Perëndin ton të dashur. Nëse ju nuk keni, por do doni të fillonit një marrëdhënie personale me të, ju mund ta bëni këtë sot. Për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit nga Perëndia duhet që të pendoheni për mëkatet dhe të ktheheni tek Jezus Krishti si shpëtimtari dhe Zoti juaj. Nëse e keni hedhur këtë hap besimi sot, unë ju inkurajoj të lidheni me një shërbes të besueshme apo me një kishë lokale dhe t'ja bëni dikujt të ditur vendimin tuaj. Dhe unë lutem që ju të vazhdoni të rriteni në besimin që sapo gjetët. Perëndia ju bekoft dhe do të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.